Të nderuar miqtë e mi, uroj që t'jeni mirë fillimisht. Jam duke kontrolluar ca gjëra këtu te laptopi im I punës dhe po shoh diçka që mua më ra në sy që Big Brother VIP Kosova këtë vit po investon shumë në femra, do me thënë në paneliste femra, moderatoren femër, Jonida Vokshin, një moderator në këtë rast djalë Alaudin Hamiti, por tema më e përfolur e Big Brotherit ka qenë kush do t'jenë opinionistët të hënën, kush do t'ulet në karrigen e opinionistëve, do të thënë na ndajnë dhe 2 ditë. Çfarë pritet të ndodhë të hënën? Ajo që do ndodhë të hënën është kjo. Do të ftohen banorët në prime, dikush do të futet nga studio, dikush do të futet nga dera jashtme, dikush do të futet me helikopter, do me thënë kështu fenomene të këtilla për të krijuar një show të bukur të papar dhe ajo që në fakt ngre më shumë pikpyetje përpos banorëve është se kush do të jenë opinionistët. Ka patur zëra të ndryshme nga Dalina Buzi e cila e konfirmoi që nuk do t'jetë, ka qenë Olti Curi, ka qenë Leonora Jakupi, kanë qenë personazhe të ndryshëm si Mila Imzeka, Olta Gixhari, por siç duket këtë vit në Big Brother VIP Kosova, opinionistet do t'jenë 2 femra. Sezoni 4 I Big Brother VIP Kosova do të sjellë një ndryshim të rëndësishëm në formatin e tij. Pas 3 sezonesh me një panel të përbërë nga një mashkull dhe një femër, ky vit produksioni ka vendosur një risi të guximshme. Për herë të parë paneli do të përbëhet nga 2 opinioniste femra. Ky ndryshim pritet të sjellë dinamika të reja në studio, duke ofruar një këndvështrim të freskët për analizën e lojës. Lajmi ka shokuar paksa publikun sepse 2 femra, unë e di që do të jetë një përballje e ashpër e të 2 femrave, dyshoj që mund të jetë dhe Santiana Maloku sepse Santiana ka një lloj goditje dhe mendoj që Santi dhe Olta do të ishin 2 personalitete shumë interesante për të qenë pjesë e opinionistes në Big Brother. Por është përzgjedhja këtë vit nga Olca, nga Laudini, është bërë që gjërat të mbahen shumë sekret. Por normalisht me aq mundësi sa kemi ne si gazetar, ne mundohemi që të marrim informacione, të krijojmë burime, të marrim burime dhe t'i sillim pranë jush qoftë edhe si në hajër. Do me thënë, Mila Imzeka nuk do t'jetë më pjesë e këtij paneli. Në kuptojmë që do t'jenë 2 femra. Tani, besoj që Olta Gixhari e kam një ndjenjë të tillë që Olta do t'jetë sepse mendoj që Olta vitin e kaluar ka shëndritur dhe publiku e dëshiron Olta Gixharin ta ketë pjesë të panelit të saj. Mendoj që do t'jetë edhe ndonjë paneliste tjetër që do të ketë karakterin të kundërt me Oltën, që këto të dyja, siç e potencuam një video më parë, të bëjnë spektakël. Do me thënë, çfarë presim të hënën? Të hënën presim që të zbulohet një herë shtëpia, që është një shtëpi me 2 kate. Të shohim studion e re që është një studio rreth, nuk është një studio si ka qenë, katror, por është rreth tani. Do me thënë, do të zbulojmë ambientet e reja që janë bërë brenda kësaj shtëpie. Do të zbulojmë banorët që përfliten se do t'jetë një grua me shami, do t'jetë një transgjinore, do t'jetë një gay, do t'jetë një çift, do t'jetë një artiste, do t'jetë një miz, do t'jetë një modele, do t'jetë një influencere, do t'jetë një aktor, do t'jetë një tiktoker, do me thënë do t'i zbulojmë të gjitha banorët që janë një për një. Dhe më pas, do të zbulojmë dhe opinionistët dhe do të marrim dritën e gjelbër, për shembull këtë dritën, që të fillon Big Brother VIP Kosova dhe do të nisi me maratonën. Me patjetër që ky Big Brother nuk do të zgjatën 3 muaj, me sa unë kam informacione do jetë më gjatë se 3 muaj, si reality show, do të thënë të gjitha këto do t'i zbulojmë të hënën, por ajo që ne kemi arritur të zbulojmë është se moderator është Alaudini dhe Jonida, se nuk më kujtoj emrin në moment, më falni,
Producent është Olca, kemi 2 opinioniste që janë femra, kemi banor që do bëjnë namin, dhe me atë që ne e dim, domethënë ky Big Brother do të tërheq publikun dhe do i mbajnë mbyllur për ekrani. Dua të marr mendimin tuaj. Si e mendoni ju 2 paneliste femra? Domethënë mbi zotrim në këtë sezon, mendoj që janë femrat dhe siç duket fituesi i Big Brother VIP Kosova 4 do të jetë një femër.